Në një qytet të vogël si Maliqi, ku jeta rrjedh e qetë dhe traditat kulturore shpesh mbeten në hije, ky fund qershori ka sjellë një atmosferë të pazakontë. Festivali ndërkombëtar i monodramës, tashmë në edicionin e tij të 21, ka startuar duke I rikthyer këtij qyteti frymën e artit që dikur gjallëronte çdo cep të godinës së teatrit të vjetër. Me një histori që nis dekada më parë, ky festival mbart më shumë se thjesht shfaqje, duke sjellë kujtime, ambicie e përpjekje për t'i dhënë qytetit zërin që e meriton në hartën kulturore të vendit dhe më gjerë. Artistë nga vende si Ukraina, Kroacia, Polonia, Maqedonia e Veriut, Greqia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë bërë pjesë e këtij rrugtimi që e vë theksin mbi monodramën, një formë teatri që kërkon ndjeshmëri, disiplinë dhe përballje të drejtë për drejtë mes aktorit dhe publikut. Drejtori I kulturës pranë Bashkisë Maliq, Festim Tomori, tregon se festivali është për herë një sfidë organizimi, por edhe një vlerë që qyteti mban me krenari, pasi është pikërisht Maliqi, vendi ku kjo ngjarje artistike ka nisur rrugëtimin e saj shumë vite më parë. Shtetet që kemi këtë vit në festivalin e monodramës janë nga Ukraina, nga Kievi. Kemi sepse duhet I përmend ata në përkushtet që kanë ata të marrin pjesë prapë bëjnë art dhe marrin pjesë prapë në festival. Kemi nga Kroacia, kemi nga Polonia, kemi nga Maqedonia e Veriut, kemi nga Greqia, po kemi edhe nga Amerika, nga New Yorku. Vjen një vajzë që ka një interpretim shumë të mirë. Gjeografia e festivalit sa fillon dhe shtrit. Kjo tregon që edhe cilësia e festivalit është rritur. Festivali sjell aktorë të mirë, sjell bashkëpunimi disa aktorëve, sjell atë që aktorët shkëmbejnë eksperjenca midis tyre. Një nga shfaqjet që zuri vend në hapje ishte Medea e Euripidit. Regjisori dhe aktori Klajdi Marku shpjegon se kjo vepër ka pasur një ihon të gjerë në skenat e gjera europiane dhe shqiptare, ku ka fituar vlerësime të shumta për regjinë dhe interpretimin. Është një vepër jashtëzakonisht e njohur e antikitetit, Medea e Euripidit. Kjo është vepër e cila ka qenë në 2 festivale shumë të rëndësishme. Një në festivalin e Korinthit para 2 vjetësh, në festivalin evropian të rinjve në Korinth, e cila ka zënë vend e parë. Dhe së dyti në festivalin e të rinjve në Berat vjet, ku kjo shfaqje I zuri të gjitha vendet e para. Regjia më e mirë, aktoria më e mirë, shfaqja më e mirë. Ne kemi me dëshirë kur shfaqi përpara publikut, por sepse ndjemi krenar me këtë performancë të bukur. Them që është një shfaqje, një alternim I shfaqje sa moderne, aq edhe klasike I ka të dyja. Por ky festival nuk është thjesht një ngjarje artistike, për shumë artistë të huaj, është një mundësi për të sjellë ndjenjat e tyre më të thella në skenë dhe për të shprehur emocionet që I lidhin me jetën dhe vendet e tyre të origjinës. Kështu ndodhi edhe me aktoren dhe regjisoren ukrainase, Ina Goncharova, e cila erdhi me një monodram të frymëzuar nga një personazh I njohur I letërsisë, Agata Christie. Щодо яких вона розповідає про своє життя. Këtë herë unë vi me një monodram të Agatha Christie dhe ky personazh është shumë I ngjashëm me mua. Unë e shkruajta sërish këtë monodram dhe jam shumë e lumtur që po shfaq këtu. Është hera ime e dytë. Herën e kaluar nuk aktroja, por isha regjizore shfaqjes. Këtë radhë vi edhe si regjizore, por edhe si aktore. Ajo që ndjej është një miks ndjesish, sepse vim nga një luftë dhe ajo që duam është të shkëputemi e gjithashtu të marrim fuqi që të qetësohemi pak, të ndjejmë paqe dhe atmosferë e artit. Duam të krijojmë diçka të bukur. Teatri jon vazhdoi me shfaqjen që 2 javë pasi nisi lufta dhe kjo gjë na jep fuqi të krijojmë. Arti na shëron e ne shërojmë njerëzit që vijnë na shohin. Maliqi I cili dikur kishte një godinë të bukur teatri të ndërtuar në vitin 1952, përjetoi një humbje të madhe në 2016, kur ndërtesa u dogj. Megjithatë, organizatorët besojnë se ky festival është jo vetëm një mënyrë për të ruajtur lidhjen me të kaluarën, por edhe një akt besimi në të ardhmen. Mesazhi është I përreshëm, shikoni gjëra që I takojnë elitës. Kjo ka qenë gjithmonë një skenë dinjitoze, që nga viti 52 kur kjo godinë është ndërtuar, dhe që kur është bërë shfaqja e parë, dhe deri në vitin 2016 kur u doq. Mendojmë që do t'ja rikthejmë atë mrekullinë që ka pasur, që ka sjellë njerëzve, do t'ja rikthejmë pasi ky ndërtohet, që shpresojmë që brenda vitit deri në muajin nëntor ta kemi të mbyllur. Në një botë ku zhurmat të shpesh mbysin zërat e brendshëm, monodrama vjen si një formë e pastër dhe e fuqishme arti që flet të drejtë për drejtë me shpirtin e spektatorit. Dhe është pikërisht kjo gjë që e bën festivalin e monodramës në Maliq një ngjarje me peshë, jo vetëm për qytetin, por për të gjithë ata që besojnë se teatri mbetet një nga format më të sinqerta të shprehurit njerëzor. Ndërsa skena e Maliqit mirëpret zëra nga gjithë bota, ajo shndërrohet në një dritare për kulturën shqiptare, në një vend ku ndahen histori, përjetime dhe emocione që I tejkalojnë kufijt.